nesër ne dëgjuam emrat e 81 viktimave që ishin nga 3 muaj dhe vazhdonin përsëritësh. Dhe duke ecur, dhimbja eci bashkë me ne. Është një dhimbje që ky qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do të jetë e vështirë të flasësh për tragedinë e Otrandos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin dhe për vendin, sidomos për Vlorën, ajo kohë ku njerëzit kanë shpresë largimi dhe kanë nëpërmjet këtij deti që çuditërisht si burim force dhe energjie për qytetin të kthesh në një vakt të heshtur. Dhe ne pa diskutim do të kujtojmë nëpërmjet këtyre datave dhe jo vetëm nëpërmjet këtyre datave të gjithë ata, sepse haresa do të ishte një vdekje ditë për të gjithë. Ne do të kujtojmë dhimbjen që na lan pas, kuptimin e tyre.